një kryeministër në këtë rast, një deputet, një kryetar subjekti, cili ka vota mas shumëti, e gëzën legitimitetin edhe legalitetin politik më të madh në Kosovë në herë që ka pas ndaj politikan tjetër, dhe besoj për këto pajtohemi të gjithë. Kjo është e Në raport me votën popullore. Po me votë popullore. Po jo në kuvend. Në me votë popullore po flas fitan. Në votë popullore në rregull. Në kuvend ne kemi 42%. Mbi bazën e ligjit të dyfisht, ku marrin pjesë edhe komunitetet tjera, na jena shumicë shqiptare, madje jemi me 50%. Se këtu në Kosovë mi marr 50%, domethënë prap nuk je shumicë. Ta shtiktojnë problemet cilat janë akumuluar gjatë konsenzusetve të kalume tjera. Dhe së treti, lëvizja e ndosje, zyrtarisht dhe jo zyrtarisht, pra nuk ka pëlqyeshmëri për ta ndërtuar një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës dhe anasjelltas. Partia Demokratike e Kosovës publikisht thotë që një koalicion me lëvizje e ndosje nuk e çon Kosovën kërkajç. Tashti, lëvizja e ndosje thotë nuk kanë pëlqyeshmëri me PDK-n. PDK-ja thotë s'kam pëlqyeshmëri me lëvizjen e ndosje, ti thu që mundet me u bë dhe kam informacion që taktika politike me rrit pazar arbër të edin. Tjetra. Je gjatë në politikë, këto deklarime bën çdo herë. Dakor. Mbi idenë që kalet kur tulen unë po jap qëndrimin e lëvizjes së ndosje. Tjetra. Ky është qëndrimi aktual i lëvizjeve të ndosje, pajtona. Unë thash ndryshon. Ne flasim me fakte dhe me argumente. Ose së paku mundohemi me artikulu në atë formë, çush edhe aty në mendim tonin të bashkërum e tjera. Ne kemi qitë një kandidate për krye parlamentare, e cila është gruaja më e votuar në Kosovë. Dhe jo më kot e kemi qitë emrin e saj, e cila është Albulena Haxhiu, e cila ka më shumë vota se sa Aleanca, se sa Nisma, se sa Krejt Bashk, se sa Memli Krasniqi si kryetari i parlamentit.